banonja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Sara Gjordeni dhe këngëtari Bardhi kanë ndarë me ndjekësit e tyre një nga momentet më të bukura personale, shtëpinë e tyre të re. Përmes disa postimeve në rrjetet sociale, çifti ka zbuluar ambientin ku do të nisë një kapitull të ri, duke marrë menjëherë vëmendjen dhe komplimentet e publikut. Nga pamjet e publikuara, shtëpia karakterizohet nga një stil modern dhe minimalist ku dominojnë ngjyrat neutrale, detajet elegante dhe ndriçimi i ngrohtë. Kuzhina e hapur e kombinuar me zonën e ngrënjes krijon një hapësirë funksionale dhe shumë estetike, ndërsa mobilimi duket i kuruar deri në detaje. Në një nga postimet, Sara shoqëron pamjet me një mesazh të methënës duke cilësuar këtë shtëpi si fryt të punës dhe ëndrave të realizuara. Një dedikim për vajzat që nuk dalin kurrë së ëndërruari dhe punuari. Dedikuar vajzave që nuk dalin kurrë së ëndërruari dhe punuari, shkroi Sara në një Instastory teksa ndau çelësat e shtëpisë. Zbulimi i shtëpisë së re shihet një tjetër hap i rëndësishëm në jetën e çiftit, i cili vazhdon të jetë mjaft i ndjekur dhe i komentuar nga publiku. Prej pak kohësh, Sara ka hedhur në treg linjën e saj të rikujdesit të lëkurës, i cili me sa duket po ecën mos miri. Sara dhe Bardhi u njohën gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë të famshme në Shqipëri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.